Shifrin çfarë ndodh në Tiranë. Ajo që unë e quaj Lubi Balluku, po që në fakt është Edi Rama, ajo me Edi Ramën, me një të rënë të lapsit, ka vjedh në tunelin e Llogaras 50 milion euro. Kompania që ndërtoi tunelin ka paraqitur ofertën me 140 milion euro, kompania që fitoi tendrin e fitoi me 190 milion, tunelin e ndërtoi kompania që paraqiti tendrin, që paraqiti ofertën me 140 milion. 50 milion u zhdukën me dokumenta nga Edi Rama dhe Lubi Balluku. Mos është vetëm kjo, jo mor. Ju garantoj që kjo nuk është as 1/20, as 1/30 e atyre që kanë vjedhë. Fani. Aeroporti Vlorës. Del ky do bëj aeroport mirë. Mund bësh aeroportit. Normalisht, gjithmonë, kur janë zona jashtë trafiku, ndërton një aeroport modest dhe pastaj rritet trafiku, rrit aeroportin. Si të është bërë me Rinasin, gjithë këto vite. Jo, do bëj aeroportin më të madh në Ballkan. E di që ishte kjo apo jo? Bën aeroportin më të madh në Ballkan, që ti paguash kompanisë ndërtime, që e merr me koncesion për 35 vite, por 10 vitet e para ti paguash kompanisë 140 milion euro biletat mungura. A ka krim më të shëmtuar? A ka krim më të shëmtuar? Dhe dalin televizor. O, do t'jeti madh, kjo do t'jeti madh. O, Vlora do bëhet Aleksandria, thoshte Enver Hoxha. O, kjo do bëhet kështu, që të vjedhin bashkërisht shqiptarve 140 milion euro garanci vetëm për biletat e mungura. Nuk po marr ato fryrja e çmimit ndërtimit. Dhe për 35 vjet ky aeroport shfrytëzohet nga ata që Edi Rama i ka bashkaksioner. Pra, tjetër, ngrihet një ditë Lubia me Edi Ramën dhe sjellin 2 bazha që i kanë quajtur tigra. A e dini ju sa kanë gjobit shqiptarët ata? Gjerë tani 100 milion euro. Pa prodhue 1 kilovat energji. Ku shkojnë? Ndahen ato. Ndahen. Po. 120 milion euro i fal bankersit. Nuk ka kryeministër në botë që mund të fal detyrimin tatimor. Është kod. Tatimet, sistemi tatimor ka kodin tatimor. Dhe kodi tatimor i njeh kryeministrit 0 kompetencë. Aq sa i njeh kodi i procedurës civile apo kodi i procedurës penale. S'ka punë kryeministri. As zëvendës kryeministri. Një gjobit, të kërkojnë 120 milion, shkon në gjykata, ka komision në ankimimi, po i vetmi kryeministri, çfarë ndodh? I ndaj njëri me tjetrin. Kudo që ta shkonin Krast, bëjnë pisten me 230 milion. Vjedhin minimumi 160 milion.
Kjo është, dhe tani, çfarë ndodhi? Sot gjykata e prishme, ajo që dijej, i hoqi masën e pezullimit, Lubi Ballukut. Shkon zyrë nesër ajo si zëvendës kryeministre, e mori Ramën për fyti, e vuri para, sepse, themi atë që është, në Ankara, nuk e mori Lubia Ramën, e mori Rama Lubin, ku shkuan e banë pazarin e tunelit Llogaras. Ndaj dhe, ajo, diktoj çdo gjë, sot, Rama i diktoj gjykatës dhe i hoqi masën e pezullimit. Tani çfarë do bëjmë ne? Më thoni ju mua. Ne do ngrihemi. Ne do ngrihemi dhe nuk do rendim gjerë në largimin e tyre. Jo, do ngrihemi. Mund të mendoj në njeri, po jo se nuk janë njerëz të ka. Ata që janë gati, me ata do ngrihemi. Po 3.000 shqiptarë janë gati që nesër të dalin të përballim me ta. Dhe do shtojmi. Po nuk rrihet ma. Nuk rrihet ma. Urdhë, e liroj. Për të zgjedh kryetari i skapit duhet të shkojë gjithë bota aty. Sepse rëben Edi Rama. Atëherë, a esët kështu? Jo, do të përvish me Edi Ramën. Kemi punë me Edi Ramën. Është në gjak për votët tonë. Kjo është gjithë shka më tonë. Dhe o do votojmë ne të lirë, ose ne do shuhemi. Nuk mund të rrim ne në funksion të një farse. Jo, edhe ne s'shuhemi kur, ne do fitojmë. Absolutisht, am të ato. Janë diktaturat ato që do përfundojnë atje ku e kanë vendit. Po jo ne që luftojnë për idealet larta njerëzore. Qa do thotë kjo? Si ti teke, si të doj. Ndaj dhe, nesër në drek, mlidhet kryesia e Partisë Demokratike, vendos me urgjencë për fillim në revoltave të protestave, të cilat nuk ndalen në kur gjerë largimin e Edi Ramës. Jo. Pati që nuk e kuptuan si duhet çfarë keni atë protestë aty para kryeministrisë, e zunë vendin aty ne. Atë protestë ditë sanë e filluam për zanë vendin, aty kemi vendin ne. Aty ne ditën aty ne çdo ditë, aty ne djersa të rëzojmë Edi Ramën, nuk kemi vend tjetër. Ajo është sheshi ynë, sheshi i fitores. Po. Diskutime tjera? Po, po. Jepja atë, kush e ka? Jepja pak, të lutëm. Ja, një moment, zotri, një moment. Vetëm të marrësh mikrofon. Ja, më marrësh i qikti vetë, se më kam ba 4 atentate, doktor. Kam ba 3 operacione së të më për një Romë. Kemi i kafet krimit në Elbasan. Kafja e krimit. Se kush janë kafja e krimit, mbi cilën janë helmu disa vetë. Edhe mu, aty më helmoj. Ai, vull humbër që shkataroj qytetin në Elbasanit. Një shkataroj qytetin, tjetër universitetin. Ishte i 170 orë lindës e përbajtëm. Studioj 6 vjetë në Austri. La Austrin dhe për 15 vjetë dhe banë shtetë Shqipërin. Shkolla ushtrimore, që i kanë zgjerë me qindra, normalisht, nuk përmenet fare. Nuk përmenet fare. Po pse du unë doktor Berishën, se ma bani babën mësuas të kombit, pa njoftër. I kam qëndru afor, e njek me vëmendje, të gjithë analiza që bëhen. Dhe i di kush është e mira, kush është e keqja.
qëndresën që ka bë doktor Berisha gjatë 2 viti është një qëndres fisnikërie e krahasuar me atë të Trumpit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ja kalojmë çik zor. Mi brama doktor Berisha. Ja, një Nuk ka spital, nuk ka rajona. Është koncept sovjetik, spitali civil. Spitali civil. I kam këtu. Kam tjenë. Kam kapita të forta